Meloni, gruaja e bukur dhe politikane suksesshme, Trump lëvdon liderët evropian në samitin e Gazës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e nisi fjalimin e tij në Egjipt pas nënshkrimit të një marrëveshje armpushimi në Gaza, duke falenderuar një listë udhëheqësish botror, shumë prej të cilëve ishin të pranishëm. Ku është Kanadaja, me qira fjala, ku je ti, tha Trump, duke u referuar kryeministrit Mark Carney. Ai e dinte rëndësinë e kësaj. Tha, dua të jem atje. Shumë njerëz e kanë bërë këtë. Trump vazhdoi për disa minuta duke falenderuar personalisht udhëheqësit nga vende të tilla si Egjipti, Pakistani, Hungaria dhe Bashkimi Evropian. Presidenti amerikan ishte kryesisht komplimentues ndaj udhëheqësve. Ai tha se kryeministra italiane Giorgia Meloni, e cila qëndronte pas Trump, ishte një politikane shumë e suksesshme dhe e quajti kryeministrin hungarez Viktor Orban një udhëheqës të shkëlqyer. Është një kompliment i tillë për ato që po bëjmë, sepse kjo është ajo që kemi bërë, është diçka shumë unike dhe shumë e veçantë. Pra, ndoshta është grupi më i pasur dhe më i fuqishëm i kombeve të mbledhur ndonjëherë në të njëjtën kohë, gjë që është një gjë e madhe, tha Trump. Ne kemi arritur së bashku në ditët e fundit një ndryshim që është vërtet historik.